les problèmes ou bien la musique. Dhe marrësit përfillojnë nga ty, para se të miqtë e tjerë nëse kanë dëshirë mund të hyjnë te kjo pjesë. Po. Themi për atë publik që nuk di se s'ka parë gjë sot fare në ekran, se ka qenë i zënë me punë, që edhe sot u shty seanca e Erion Velis, seanca për masën e arrestit, seanca duhet them seanca e apelit apo jo? Po, kjo është gjykimi i apelit, po. Gjykimi i apelit dhe duhet thënë marrësit që është e paprecedent në këto 35 vjet, nuk ka ndodhur ndonjëherë. 2 herë shtyrie, domethënë shtyje 2 ditë me radhë, një seancë për mas arresti. Për mas sigurimi. Për mas sigurie. Ka ndodhur gjithmonë që shtyr maksimumi 1 ditë. Edhe kjo shumë rrallë ka ndodhur. Dhe kjo shumë rrallë ka ndodhur kryesisht për ndonjë fakt i cili ka pasur nevojë për të vërtetuar, i cili ndikon në lidhje me Dhe kjo ndodh të marrësit më njëherë pas një audio përgjimi që ka rrjedhur tashmë nëpër media. Nga zoti Elvi Fundo. Dje ka rrjedhur nëpër media Elvi Fundo, një gazetar i cili drejton edhe CNA, Median CNA, ka dhënë dje një intervistë gjatë ku ka folur dhe me emra. Po para se vim të audio përgjimi, më thuaj pak çfarë po ndodh pra se thuash në kulisa, çfarë po ndodh, pse po shtyhet seanca ndaj Erion Velis, pse gjykatësi, që nuk e mbaj mend emrin. Elgert Pullumbi. Elgert e ka? Elgert Pullumbi. Elgert Pullumbi. Pullumbi. Si ka mundësi që nuk arrin do të marrë vendim? U thaj do merret nesër në orën 10 para dite. Gjithë publiku janë shumë kurioz të dinë çfarë po luhet për kulisa. A ka shanse Erion Veliaj që të lirohet nga burgu, pra të dalin nga burgu, që mund të jetë në arrest shtëpi ose mund të jetë i lirë fare. E qartë. Çfarë po thuhet, marrësit na bën një shpejt një përmbledhje të një tablo të situatës. Një tablo, po. Çfarë po ndodh? Në radhë parë një çant për shkak sepse prokuroria në këtë masë apelimi, pra në këtë gjyq për në lidhje me masën e sigurimit, i cili po shërtohet nga apeli, ka paraqitur fakte dhe prova të reja, me cilat avokatët janë njohur ditën e parë që ka ndodhur shqyrtimi i masës, pra dje, kanë kërkuar kohë që të njihen me këto fakte dhe me këto prova për të bërë prapësimet e tyre, pasi prapësimet që kishin përgatitur kanë qenë në lidhje me provat e paraqitura në gjykimin në shkallë të parë të GKK-s. Dhe flitet që kanë dalë fakte dhe prova të reja në lidhje me një audio përgjim në cilin zoti Veliaj ka folur me vllajën e vet dhe i ka dhënë direktiva, për cilat do flasim edhe më gjerë, po them tash. Do flas direktivisht, po më shumë do të kuptoj. Kuptimisht dhe këto fakte dhe prova të reja kanë marrë ditën e dieshme deri sot për të bërë prapësimet avokatët. Ndërkohë që sot gjyqtari, pra po flasim tash erat që mendohet që shtyn icebergu, nuk po flasim për rrymat që janë poshtë ujit, pra për ato që janë fakte reale, po flasim për faktet sipërfaqësore. Avokatët kërkuan një ditë kohë, paraqitën prapësimet e tyre. Nuk mjaftoi? Nuk mjaftoi kjo ditë kohë, duke qenë se gjyqtari ka marrë relacione të reja me shkrim, kërkesa të reja në lidhje me këto fakte për të vlerësuar kushtet e kësaj mase, ka vendosur që vendimin ta shpalli ditën e nesërme në orën 10. Pra gjyqtari ka nevojë të shikojë. Pra ti thua nuk do mblidhen më nesër ata, thjesht do shpallë vendimin. Thjesht do shpallë vendimin. Kjo fazë tashmë është që gjykatësi të ndaj bindjen e vet subjektive, sepse ja lejon ligji, në mënyrë që të vendosë çfarë masë sigurimi duhet të ndërmarrë ose duhet lejë masën e vjetër të sigurimit. Tani pyetja është, gjykatësi duhet të jetë i presion të papara apo jo? Se diskutohet. Se nga një anë, nëse merr vendimin ta lejë të lirë, do i quajnë që e ka blerë Erion Veliaj. Po. Nëse ai e mban në burg, do i quajnë zar të Berishës. Po. Pra domethënë ka rënë, si thua, neutraliteti. Paka shumë. Nëse merr vendimin, ka rënë neutraliteti në banaqe televizive, se për atë vetë ne po flasim nga perspektiva e ligjërimit vet, po pra. Ne po flasim nga perspektiva. Ai normalisht do të pjerdi fare, as nga njëra as nga tjetra. Dhe mendoj që në atë mënyrë do veproj, sepse është një nga gjyqtarët më të vlerësuar dhe gjithashtu që përveç pjesës praktike është marrë shumë edhe me studime dhe me pjesën teorike dhe nxjerr punime. Çka ka bërë? Ka bërë një libër mafin italiane diku? Po, mbi Giovanni Falcone, i cili është botuar nga Presi. Po, ka bërë një libër dhe ka përkthyer. Ka përkthyer. Është përkthyes i librit. Po, dhe presupozohet që Giovanni Falcone është modeli i tij. Pra domethënë ai mendon që modeli që duhet marrë gjyqtarë është modeli Giovanni Falcone. Kjo është arsyeja pse ka bërë përkthimin e librit. Që të vritë, po ketë nevojë. Po kjo nuk është një mire, tha Cako. Do të kujtojmë që Falcone u vra në fund. Dakord jam, po shikoj gjyqtarët çan, të cilët e kanë ekzistenciale ushtrimin e detyrës në raport me drejtësinë, me të drejtën, me të vërtetën, mendojnë që për drejtësinë dhe për raportin e drejtësisë me faktet, pasi e vërteta shërben si mjet, nuk është qëllimi e vërteta është mjeti i cili shërben për të dhënë drejtësinë, janë të gatshëm shkojnë deri në vetë sakrifikim, e konsiderojnë mandat dhe detyrë hyjnore. Mos çudisni për këtë pamje që shikoni mbrapa kurrizit tim, edhe ndoshta edhe para ju, sepse janë pamje ekskluzive domethënë nuk është se i kemi shpikur ne, kjo është një fushat shumë interesante që është bërë disa vite më parë në fakt, 7 vite më parë,
po që në ra në dorë rasisht tani dhe ka një kontekst, bëhet fjalë për një është një lloj promocioni të brendshmeve të femrave, është shumë interesante dhe thash me që po flasim për çështjen Veliaj, duke qenë se është përmendur edhe dhe thash ta kemi në sfond për pak minuta, thjesht sa për të dhënë pak një gjyrë, pëlqen shumë kjo është. Ka një është artistike e gjithë. Ata do shkonin më shumë po të ishte përmendur ajola, jo Erion. Jo, po është indirekte ca, nuk ka nevojë të jemi kaq direkt. Ne jemi shumë smart, jemi inteligjent, nuk ka nevojë të flasim për persona konkret. Njerëzit bëjnë vetë atë lidhjen. Dhe ky fakti Riçan, ky audiopërgjim, që duket në pamje të parë sikur thjesht evidenton raportin e pushtetit politik me median, për cilin do flas më gjerësisht më pas, krijon bindjen se këtu është problematika, pra thembra Akilit ose ngërçi në këtë situatë, kjo është që duke qenë se i pandehuri në këtë rast Zoti Veliaj bën këto ndërhyrje, siç është në këtë rast këtij audiopërgjimi, u mundoi të ndikoj në lidhje me perceptimin që është krijuar mbi ushtrimin e detyrës nga prokurorët dhe mbi këtë gjykim, krijohet bindja që në njëjtën mënyrë mund të ndikojë dhe në lidhje me provat dhe me dëshmitarët. Qartë. Gjë që krijon bindjen që nuk duhet të lihet në gjendje të lirë ose në arrest shtëpie, por duhet mbahet në arrest me burg sepse mund të ndikojë në mënyrën se si do zhvillohen afatet hetimore dhe në lidhje me mbledhjen e provave dhe dëshmive. Kjo u kuptua. Para se tani të flasim për emrat, Sebastian, kishte diçka për të shtuar te kjo pjesa që u shty pra është e paprecedent kjo që të shtyhet për herë të dytë. Pra dy ditë me radhë shtyhet seanca, dhe nuk ka ndodhur ndonjëherë. Besoj se Marsidi e di më mirë faktikisht. Jo, e shpjegoj Marsidi, po thash ti ke ndonjë këndvështrim tjetër? Ka precedent, askush. Në këtë aspekt ajo që di unë është që audiopërgjimi është bërë në shkurt, është e çuditshme se si duhet të ketë qenë në stres Veliaj që ka folur në burg, sepse edhe në për filma e sheh faktikisht që në qeli gjithmonë ka përgjus, gjithmonë. Pra duhet saktuar që audiopërgjimi Përgjimi i Veliajt është bërë në kohën që ky ka qenë brenda para burgimit të Durrësit. Tani pra, para pak ditësh. Flitet nga mesi i shkurtit. Pse nga mesi i shkurtit? Pse sa kohë ka Veliaj që është në Durrës? Në datën ai ka vajtur diku nga ka vajtur pak më herë nga data 10-11 do ketë vajtur në Durrës. Pra u bë një muaj domethënë. Po, rreth një muaj. Pra audiopërgjimi është brenda këtij muaji. Brenda këtij. Po, edhe. Pra është diku nga data 15 nga informacionet që kam që është bërë audiopërgjimi. Është me vendim gjykatës, sepse duhet vendimi gjykatës. Kishte një humor që dëgjova nga një burim që kam nga një institucion që duke qenë se ky ishte kapur duke folur me dikë i cili mund të ishte vetë ai tjetri në përgjim, i kishin shkuar dhe i kishin hequr telefonat gjithë atyre që ishin Durrës. Dakor. Dhe ato ishin mërzitur gjithë që ishin atje në paraburgim. Po normal se janë mësuar, po. Edhe ishte paksa problematike situata, edhe i kishte ngelur hatri dhe me Veliajin se i kishte nxjerrë zbuluar, dhe në këtë aspekt, por duhet të jetë në stres, besoj, sepse këto lloj veprimesh. Ndërkohë i ka mohuar sot, le të themi këtë gjë. Jo, ai e ka pohuar, jo e ka mohuar. Ka mohuar. Jo, ka mohuar që ka bërë biseda të tilla për presion. Ka thënë jam interesuar për intervistat e mia në mediat kryesore. Ai ka pohuar. Këtë ka thënë tani, jo, por në fund, themi çka thënë ai. Dakor, po sinonim. Po pra se tani. Po pra, e ka, domethënë, do të kuptojmë edhe një gjë. Mund ta mirëkuptoj se ka linja për shembull, po të shkosh te CNN-i, hyn te liberalit, po të shkosh te Foxi edhe konservatorët. Kështu që nuk është gjë e fshehtë që të kesh qasje ideologjike, të pëlqen më shumë Trumpi apo pëlqen më shumë Bideni, je më shumë centrist apo je më shumë demokrat etj. Në të gjithë botën janë këto lloj ndarjesh. Por pastaj kur futesh në mes dhe ti merr pagesa për të bërë lajme. Bravo, tani kështu jemi audiopërgjimi. Çfarë është përgjuar më? Mund ta themi? Për të shkuar brenda në shtëpi. Për shembull, le të marrim portalet që dalin. Sipas Elvi Fundos është shqiptare.com e Carlo Bolinos dhe Reporti. Dhe në këtë mes, shi për shembull, e nxorën të lidhur me agjenturat greke, prokurorin. Edhe Berisha donte ta nxirrte Irena Gjokën të lidhur me agjenturat. Nuk e di pse është kjo lloj teknike që gjithmonë njerëzit që... Jo, Berisha s'ka dashur ta lidhë Irena me agjenturat. Berisha është dënuar. Ka qenë dënuar, dhe patikisht ka qenë dënuar se e ka dosje. Linja s'ka lidhje me Berishën, nuk ka lidhje me Berishën kjo. E solla si shembull që gjithmonë e lidhin me diçka. Në Kosovë e lidhin me Serbinë, po ta shohësh. Domethënë e lidhin gjithmonë me diçka të tillë. Gjithmonë bëjnë me një agjenturë. Pastaj të futen dhe unë nuk e kuptoj këtë logjikën, me që ky ka qenë... Ti jap një informacioni Sebastian para se japim komentin që të hapshë fjalën. Pra një mediat e Bolinos e ti, shqiptare.com, tjetër kush është, apo do i thot Marsidi? Okej. Marsit, kush janë tjetër, vlla? Qa është përgjuar? Pra, ti ka folur me kë, me vllajën e vet? Me vllajën e vet dhe flitet për 4 apo 5 emra çan, të cilat ai shpreh në radh parë që është shumë i kënaqur me mënyrën se si e bëjnë
ligjërimin publik, ndërtimin e debatit, përcjelljen e mesazhit dhe jep direktiva dhe flitet konkretisht për Lori Hoxhën, përmendet një djalë me emrin Visi, përmendet zonja Grida Duma, zoti Carlo Borino dhe zoti Mero Baza. Po për çfarë përmendet tani këta? Këta Edhe një Ilir, po nuk dihet se kush është. Edhe një Ilir. Po këta tani dihet publikisht botërisht që këta e mbështesin Erion Po, Teli. këta përmenden sepse ai jep direktiva. Kujt jep direktiva? Kush jep direktiva kujt? Erion Velia jep direktiva vllajt të tij, të cilit i thotë që këto emra, të cilat përmendëm pak më përpara, duhet të marrin një fushat mediatike sa më shumë kundër prokurorëve të SPAK-ut dhe konkretisht kundër prokurorit të çështjes të zotit Veliaj. Kundër prokurorëve, po pra, të zotit Veliaj, ndaj prokurorëve të zotit Veliaj, po. Zotit Veliaj që bëhet sa gjyqtarin ndoshta jo. Për zotin Olc Dado dhe për gjyqtarin. Edhe për Banin. Po. Dhe madje, Katedrejt Sebastiani, sot, ai ka kërkuar që gjykimi i tij të bëjë me dyert hapura, dhe ka bërë një lloj forme indirekte një presion ndaj gjykatës, se ka thënë unë jam politikan i besuar nga çerek milioni shqiptar. Nga pjesa më e madhe e shqiptarëve dhe është detyrim ligjor që të dëgjojnë të gjithë votuesit e mi pasi unë kam peshë politike në vend. Gjë e cila kodi i procedurës penale nuk e lejon, pasi masat e sigurimit merret vetëm në prezencë të avokatëve dhe të vetë pandehurit. Ose nëse i pandehuri nuk do, mund të plotësoj formularin dhe përfaqësohet nga avokati i tij. Nuk lejohen pjesë të tjera, pra nuk është gjykim me dyert të hapura. Gjyqet e shqyrtimit të akuzës dhe themelit janë gjyqe që janë me dyert të hapura për publikun e interesuar. Dakor, sa këto që janë për mas sigurimi jo? Jo, këto janë gjyqe me dyert mbyllura vetëm për të pandehurin dhe për avokatët. Qartë këto. Pra këta janë emra që kanë dalë në audit. Këta janë emra që kanë dalë dhe këta emra, ai ka shprehur kënaqësi për mënyrën se si ka ndërtuar emisionet, mesazhet, dhe këto që më shqetëson mua janë dikush është parimi i ushtrimit të detyrës gazetarisë, i medias, është raporti me të vërtetën, por sidomos është gjithmonë, si thua, antagonizmi dhe opozita me pushtetin politik. Ndërkohë ne këtu shikojmë të kundërtën, shikojmë simbiozën e medias, dhe bëhet fjalë për mediat më të mëdha me pushtetin politik, dhe qytetari, në vend që të informohet mbi realitetin, mbi të vërtetën, këtu vemrej që këta e kanë monopol të vërtetën dhe pasurojnë të vërtetat e tyre. Dhe mua më vjen shumë keq, sepse bëhet fjalë për një zonjë e cila unë e kam parë që më bën edhe leksione të hapura në lidhje me ndershmërinë, në lidhje me raportin me të vërtetën, dhe ka menduar që i kanë rënë qafë kur anatemonin, mirë po fakte tashmë po e kthej situatën përmbys, dhe unë t'i di që sentencat i vlerësoj shumë, sidomos filozofët të komunikimit, dhe që ka i vërtet një sentencë Çani e cila thotë predikuesi më i madh dhe shkelësi më i madh. Dhe të gjitha emra që ne dëgjojmë këto janë predikuesit më të mëdhenj, që kanë bërë pjesë këdo në gjitha këto vite tranzicioni politik, demokracie dhe sidomos edhe këto 2-3 vjet të fundit, të cilët gjithashtu ankohen në publik, sikur sulmohen padrejtësisht, që janë njerëz që kanë kosto në mënyrën se si bëjnë këto emisione, në mënyrën se si ata e pasurojnë faktin e të vërtetën dhe se si këta kërcënohen, ndërkohë që këta që kanë në bashkëpunim me ata që realisht duhet ishin kundërshtarët e tyre. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që këtu bie e parapunës se këto janë realisht cënimet parimeve të demokracisë. Në demokracie realisht që funksionon në varësi të kushtetutës dhe të ligjit. Të bëhesh palë me pushtetin ekzekutiv, me pushtetin politik, për të dëmtuar një prej 3 pushteteve, pasi dihet, ne kemi marrë fryma demokracisë buron nga sistemi amerikan, cila është vlera më e madhe, ndarja e 3 pushteteve, ekzekutiv, legjislativ, gjyqësor dhe angazhimi i qytetarit. Madje baballarët e kushtetutës amerikane, Alexander Hamilton, James Madison, John Jay, thuan kur bie angazhimi i qytetarit, i cili ndikon në prishjen e raporteve, ka rënë demokracia dhe ka rënë ligji, ka rënë kushtetuta. Në këtë rast, këta janë pjesëtar ose katalizator të këtij incidenti. Pra këta bëhen palë me pushtetin politik për të kompleksuar sistemin e drejtësisë. Speech brillante kishe Marsit, vetëm kam një pyetje. A është vepër penale kjo? Nuk mund t'ja pamundsosh. Duhet të veproj ama. Unë mendoj Çani. A është vepër penale kjo? Marsit ka një gjë. Nuk mund t'ja pamundsosh propagandën çfarëdo lloj qeverie dhe opozite. Vetëm se duhet provuar që ajo është pagesë ose falas. Pikërisht, pra kjo është çështja. Kjo është çështja. Domethënë media ka një funksion informimi, ka funksionet e veta etj. Çdo gazetar ka një burim pranë për një politikani, merr informacionin dhe e nxjerrë kështu ashtu. Por duhet kuptojmë një gjë. Kjo duhet provuar. Për shembull, në fund fare përgjegjësia është e kryeministrit Edi Rama. Pse e them këtë lloj gjëje? Sepse në rast se shohim ne që ke media të rëndësishme, të cilat mund të paguhen ose ka dyshime se janë paguar. Sa i përket... Jo nga inspiratori është e sigurt, sepse ka ndalë, janë prova, është shkresa. I ka fundo të gjitha për së vërtetës. Në këtë aspekt, kur paguesh për denigrimin e një funksionari publik, flasim për denigrimin e një funksionari publik,
ku ti i hyn brenda në shtëpi, i shkon brenda në krevat, i shkon te familja, i shkon te dëftesa. Tani cila është logjika në këtë mes që ti thua ky nuk ka qenë mirë në shkollë, me që ky prokurori s'ka qenë mirë në shkollë, detyrimisht ky tjetri është i pafajshëm. Tani kjo nuk është logjik. Kur ti i shkon dhe i bën çfarëdo lloj akuze të mundshme atij funksionarit publik, kjo nuk është as oponencë, kjo nuk është as propagandë, kjo është fyerje. Ky është denigrim i një personazhi. Në këtë aspekt, ajo që mbetet të vërtetohet, nuk jam kundër fakt që ti po bën propagandë për një krah apo për një krah tjetër. Ti po paguhesh dhe po merr lek për të bërë këtë lloj gjëje. Në qoftë se kjo vërtetohet, ky është skandali më i madh. Dhe kjo ti je i bindur në gjykimin tim, kjo e pastron, e purifikon jo shpejt. Dhe pas një farkohe fillon dhe e purifikon. Dhe për ta mbyllur me ju të dy këtë çështje, duhet të thënë gjithashtu që ne nuk i dim tamam provat që ka prokuroria speciale në dorë lidhur me a janë bërë pagesa këtyre njerëzve apo jo dhe çfarë thot vllai. Kjo ngelet për të vërtetuar. Kjo është për vërtetuar. Ne kaq mund të themi sot për të qenë korrekt. Edhe pse ne dim shumë mirë se si funksionon në Shqipëri, ëh. Që vjen thesi dhe atje ti do bësh detyrën vëlla, do vesh në luftë. Po të eri thes do vesh në luftë. Ktu është me thas vëlla, ose me çanta të mëdha me lek. Dakor? Por për herë të parë ne mund të kemi një provë për pagesa reale. Po. Dhe le të kujtojmë që më duket vllai i Erion Velis është gjithashtu në hetim? Apo e kam gabim? Është person. Për person i dyshuar. Është person. Atëherë nuk di nëse duhet futur Mark Crawfordi këtu në këtë histori, se nuk di se çfarë qëndrimi është ka ose mund të mos interesoj, po ca po ta pyllur. E di pse nuk e besojnë që të kenë ndodhur këto, se nuk besoj që ky Erion Velia ka lek për të paguar këta. Mësaj Dyuna është njëri shumë i varfër që Mesi ka shtyrë udhëtimet e tia edhe po shiko të shi. E para njerë duhet të vërtetohet që kjo audiopërgjim ekziston. Dhe unë mendoj që ekziston. Dhe madje mund të ketë edhe gjëra të tjera. Ka dhe gjëra të tjera. Mua më thanë që ka dhe gjëra të tjera të mërshme. Ende nuk jam thënë. Problemi është tu që këta po e shtynë në këtë gjykimin sa të vendos të unifikohen ata babakarlot që do vendosin, sepse si Velia, ju nuk e dini me kini ngatruar, i tha, dhe me të vërtet që këtu ka interferencat të grupeve të fuqishme. Nuk është e pak të kesh qenë mik i Aleksandr Sorosit, dhe në qoftë se ndodhet atje brenda pa dëshirën e Aleksandr Sorosit, sigurisht që ka përpjekje të mëdha për ta shpëtuar nga ish globalistët. Firma që ka ardhur tashi, është një nga firmat e avokatisë në Amerika, po. Joshua. Pra Joshua Roberts. Po, nga ai, po shtyhen pra se, kupton, ai po përpishet t'i rregulloj gjërat, po unë mendoj që nuk do t'i rregulloj dot, sepse, po pikërisht ajo është pra, globalistët po përpishen ta shtyjnë dhe ta lirojnë, të përpishen ta lirojnë, deri tash nuk kanë gjë në vijë. Kupton, derisa nuk u bë gjyqi dhe ta lironte. Po ata janë duke u përpjekur. Por Velia, unë ta thash edhe më parë, si është mendimim. E kam fotur njerëzit e rinj të Trumpit që kanë ardhur në sherifirin qytet. Më kupton, kanë ardhur ata dhe erasën brenda dhe ata po këmëngullin që ajo të vazhdojë të dënohet. Pavarësisht se kjo firma... Por thua erasën ata ti do të thua që Spaku e kupton se nga frynera edhe mund të ketë ekzekutuar atë që kishte dosin që kishte që e mbante atje. Është kjo, nuk se erdhën ata dhe i thanë fute. Ai ka aq shumë gjëra dhe ka gëzuar aq shumë shqiptarë që kjo ndodhi më në fund arrestimi i njeriu, një funksionarit lartë që ishte në detyrë dhe ishte i zgjedhur, kryetari kryebashkisë të vendit dhe unë mendoj që Velia nuk do të dalë, le të bëjmë përpjekje sa duan këta. Ti thua nuk del? Jo, nuk del. Mark, ti e njefën që si çështje këta, apo se ka interesuar? Nuk të intereson kjo pjesë, fare? Nuk kishim shumë lidhje me Velia në kur ishim me Dhomë Amerikane, kështu që e njoh, por nuk jam... Nuk keni pasur asnjë marrëveshje me të si kryetar bashkie? Normalisht jemi duke fokusuar në tatimet që janë për Shqipëri, jo për Tiranë. Ah, dakord. Okej. E kuptova. Ky është momenti